Ekspozita në zonës vetë të shkollës fillore të mesme të Ulët Emin Durakun nga Prizreni me temën Fëmijët në luftën e fundit në Kosovë 1998-99, ku me këtë rast fotografit janë huazuar nga koleksioni i fotove të luftës së Esat Shala. Ekspozitën e kanë monitoruar dhe ndihmuar mësimdhënësit Nazlije Topçideri, Edona Tafallari, Gjeni Daka dhe drejtoria e shkollës. Në ekspozit kanë mbi 150 foto të fëmijëve në teritoret e ndryshme të Republikës së Kosovës, sikurse edhe në kampet e refugjatëve në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në luftën e fundit në Kosovë kanë humbur jetën 1432 fëmijë dhe padyshim se kjo ishte njëra nga plagët e mëdha të luftës në Kosovë, e kjo rikujton dhe ndihmon nxënësit ta kuptojnë se liria e Kosovës dhe kjo liri që tani e gëzojnë këta nxënës ka pasur shumë mund e gjak, e padyshim se dhe këta 1432 fëmijë janë bazamenti fort i lirisë të cilën duhet ta çmojmë. Këtë mesazh e jep edhe drejtori i shkollës Rahim Bekteshi, i cili ishte pjesë e luftës së lavdisë për liri.